Tekniku i Anglisë Thomas Tuchel ka lënë të kuptohet se në dy takimet e fundit në grupin K, tre luanët mund të mos zbresin në fushë me formacionin e tyre më të mirë. Siç dihet, Anglia është e vetmja skuadër e cila ka prerë tashmë një bilet në botërorin e 2026-s, ndërsa në program ka edhe dy takime, të cilat mund të vendosin shumë sa i përket vendit të dytë të këtij grupi. Më 13 nëntor, Anglia e pret Serbinë në Wembley, ndërsa 3 ditë më vonë do të udhëtojë drejt Shqipërisë për të zhvilluar edhe ndeshjen e fundit në grup përballë kuqezinjve të Silvinjos në stadiumin Air Albania. Për takimet në fjalë, trajneri gjerman është vendosur në presion prej shtypit britanik, pasi në grumbullimin e fundit munguan emra me peshë, siç ishte ai Jude Bellingham. I pyetur mbi grumbullimet e fundit që do të bëj për këtë vit, Tuchel i vetëdijshëm se nuk ka shumë kohë për të menduar, tregoi se do t'i bënte në bazë të një kodi sjelljeje, i cili ishte i panegociueshëm. Lojtarët që do të grumbullohen duhet që të jenë shembull në fushë dhe jashtë saj. Ju them që sot se asnjë nuk do të grumbullohet nëse nuk ka sjellje korrekte jashtë fushë dhe nuk i impenjohet në maksimum në stërvitje dhe gjatë takimeve zyrtare, tha Tuchel. I pyetur për detaje rreth listës së lojtarëve për ndeshjet e nëntorit, tekniku gjerman tha: "Mendoj se në dy takimet e fundit do të ketë minuta për lojtarët të cilët kanë qenë më pak të pranishëm në fushë gjatë këtyre eliminatoreve. Them se edhe kemi nevojë për të provuar disa lojtarë të rinj." Anglia u bë përfaqësuesja e parë nga Europa që ka siguruar tashmë kualifikimin në botërorin 2026. Trajneri Thomas Tuchel qëndron i vendosur megjithatë për të fituar edhe dy takimet e mbetura të tri luanëve, atë ndaj Serbisë dhe Shqipërisë që do të jenë vendimtar për fatin e këtyre dy skuadrave drejt botërorit. Ky skenar është më i favorshëm për Shqipërinë, kështu kuqezinjt kanë mundësinë që të mbyllin llogaritë e kualifikimit me një fitore ndaj Andorrës në transfert. Tuchel tha në konferencën për shtyp pas ndeshjes me Letoninë: "Ndoshta do të kemi mundësinë për të provuar gjëra të reja, por do të mbetemi konkurrues dhe duam të fitojmë dy ndeshjet e mbetura. E kemi detyrim ndaj vetes dhe tifozëve. Duhet të vazhdojmë sepse çfarë po ndërtojmë është e bukur dhe do të vazhdojmë të ndërtojmë", u shpreh trajneri anglisë ndër të tjera. Anglia ndërkohë ka 18 gola të shënuar dhe asnjë të pësuar në këto kualifikuese. Mbetet për të parë se si ata do të paraqiten ndaj Serbisë në shtëpi, teksa ekipin serbe mundën me rezultatin 0-5 në Beograd. Për herë të parë në histori, Kupa e Botës 2026 do të zhvillohet me 48 skuadra. 16 ekipe kombëtare europiane do të marrin pjesë në botërorin që do të mbahet në Kanada, Meksik dhe SBA, teksa shanset e Shqipërisë pas suksesit madhështor në Serbi duken reale. 12 vendet e para të grupeve do të kualifikohen direkt në Kupën e Botës 2026, ndërsa 4 vendet e mbetura do të përcaktohen nga një fazë play-offi. Por si do të funksionojë faza play-off për Kupën e Botës, aty ku Shqipëria mund të përfundojë nëse fiton kundër Andorrës. 12 vendet e dyta nga grupet e kualifikueseve marrin pjesë në play-off së bashku me 4 ekipe nga UEFA Nations League 2024-2025, që në bazë të paraqitjeve në grup do të ketë edhe një klasifikim të përgjithshëm të gjithë ligave. Pra në total, vendet e dyta dhe 4 ekipet nga Liga e Kombeve do të formojnë 8 çifte, nga ku do të dalin edhe 4 skuadra që do të shkojnë në botëror përveç 12 vendeve të para. Pra Shqipëria, në qoftë se e mbyll grupin në vendin e dytë, do të përballet me 2 kundërshtar që përcaktohen me short në fazën play-off për të siguruar një bilet drejt botërorit për të mbajtur gjallë ëndrrën amerikane. Tashmë situata në grupin K është si më poshtë. Shqipëria ka ende 2 ndeshje për të luajtur në nëntor, më 13 nëntor ndaj Andorrës në transfert dhe në 16 nëntor ndaj Anglisë në Air Albania. Serbia ka 3 ndeshje për të luajtur, me datë 14 tetor, që Shqipëria është pushim, serbët do të luajnë një transfert të vështirë ndaj Andorrës pas situatës së krijuar në ekipin e tyre. Në rast fitore, diferenca me Shqipërinë mbetet vetëm 1 pikë. Në nëntor, Serbia luan në transfert ndaj Anglisë në 13 nëntor dhe në fushën e vet ndaj Letonisë në 16 nëntor. Fati i vendit të dytë lidhet direkt me Anglinë. Shqipërisi duhet të fitojë patjetër me Andorrën dhe të shpresojë që Serbia të bëjë një tjetër hap fals në 3 ndeshjet e mbetura. Skenari më i keq i mundshëm është që Serbia të fitojë 3 ndeshjet që i kanë ngelur. Fitoria minimale ndaj Serbisë ka afruar kombëtaren shqiptare të futbollit me play-offin e botërorit 2026. Kuqezinjt mbajnë vendin e dytë në grupin K me 11 pikë, 4 më shumë se Serbia e vendit të tretë, e cila ka një ndeshje më shumë se kuqezinjt. Një fitore ndaj Andorrës në nëntor thuajse do të siguronte pjesëmarrje në fazën play-off për botërorin, megjithëse një kualifikim në fazën finale duket i vështirë. Ndarja e vazove do të bëhet në muajin nëntor sipas pikëve dhe renditjes së FIFA-s. Megjithatë, llogaritë e para ka nisur.
Faqja e statistikave Futboll Mjetsdata e vendos Shqipërinë në vazon e tretë, ku bëjnë pjesë edhe Hungaria, Slovakia dhe Bosnia-Hercegovina. Sipas rregullores, një skuadër e vazhdës së tretë përballet me kundërshtar nga vazhda e dytë, aty ku bëjnë pjesë emrat e njohur, të cilët i kemi mposhtur më parë si Polonia, Çekia, Hungaria dhe Skocia. Nëse muajin e ardhshëm nuk ka ndryshime, Shqipëria mund të përballet me një nga ekipet e vazhdës së dytë, por asgjë nuk është përfundimtare pasi aty mund të përfundojë edhe Italia e drejtuar nga Gattuso. Pas kësaj do të luhen 4 çifte gjysmë finaliste, ku do të dalin 2 finaliste. Fituese në finale do të shkojnë në botror. Me pak fjalë, një mision shumë i vështirë për Shqipërinë, por jo i pamundur. Vlen të theksohet se këto janë parashikime momentale, pasi situata mund të ndryshojë në muajin nëntor pas ndeshjeve të fundit në kualifikuese.